Dikush ka në kap dhe njerë knatësia, ndjemi knatësi namaz. Dhe njerë në shkon me ditë të tëra, fishe falë me namazin. Kështu në vërilatme. Ta është varet se si ti e tralon vetën. A ushtron, ka kjo e para, mundu është ta fësh namazin me knatësi, ta shijojsh, me kita ta përmasat e mira, apo do thjesht, s'po do mu mundu. A vetë falë me namaz. Let dale, ku të dale. Tek madhështia, që është boshti i parë, derisa tek madhështia namazit është test i randë. Për gjithë neve është një test i vështirë. Edhe patjetër, që duhet patjetër me hapë, edhe sidomos do të me pasi narrativ të ligjëratës tonë, madhështia e namazit, bile, thot, a ju shqetëson, a është shqetësim kryesor dhe kyç, namazit tek familja jonë dhe fëmi tonë. A kina gale shqetësim dhe prej, kur ti në shpi, e ki fa namazin ajo. A ma shumë në dhimet dhëmshmëria e dunjas të fëmit, a dhëmshmëria e ahiretit. Sigur se ahiretit është diçka lartë. Në dhimet pëse fëmija s'ka bletesha, s'ka telefon, pëse nuk ja plotësova në dëshirë, pëse nuk e qova atje. Këtu, a nuk në dhimet a e fali me sabajnë, a e ka fali drejken be, a e ka fali kinin be, a e fali akshamin, a e fali atësien. Kjo test i randë. Kjo madhrimi jeni nga vetja jonë, nga bashortja, nga fëmit, derisa nuk nalet. Ku e diktojmë në asaj madhrojmë namazin që thjesht, një test e kena thot autori, kështu thot. Sa e bormi alarmi na për namaz, kundrejt alarme që i bana për fitnes, për shkollë, për punë, për lojna, po. Për namaz, hiq alarmi. Po flas globalisht, ka preshtime, globalisht. Ama për shkollë, për punë, ka vetër alarmi. Se të na ka pesh puna, shkolla, fitnesi, takimet, Allah për namaz sabajnë. Kjo është test. Kjo është sfidë për mua e për ty e për këtë neve. A e kena në listë të tonë të gale dhe shqetsimet. Shqetsimi, a e falë namazin? A punoj me halal, me haram? A ka gënjisot? Si e ka kalu sot ditën? A është kacafit me dikan? Apo thjesht? A pak më hangër? Ku shkove? Ku e kalu? E kjo është testi dhe shqetsimi ma i madh tek familja. Ndërsa musliman e pare kanë pas kryetim. Nëse kena kryetim në shpitona, po. Kryetim muhabetet qefët dëshirët. Se kena kryetim i thone, a fali be namaz? I fali dhe sunetet? A munove sot me fal namazin më bukur, më mirë? A lexove një faqet Kuranit? A i bane një dhëtër të spe dhikër? A të kujtun në ata e vorit? A punove me halal apo me haram? A i gënjeve t'i ka nëse gënjeve? A i shë i drejt as ishe? Kryetime se kemi këto, kryetime kemi na të ardhërat, parat me keqerë. Nërsa, namazë është beteja jonë ma e parë. Ma në men. Bile pejgamberët Allah fëmijët e vetë që te kam pas kryetim. Lukmani, ja bunej e qimis sala. O birja mi ka thënë Lukmani a.s. gjithë vetë. Betin e parë, fale namazin. Jo fish fale namazin, e qimis sala i thuët, krye namazin në formën më të mirë të mundshme. Kësherës farë ka pas, jo vetëm këtë pejgamberët Allah, wa amur ahleke bis salati, wa stabir aleja. O Muhammed, ja Rasulullah, urdhroj familjen tonë me fal namaz. Edhe qëndro besnik, stoik, jo vetëm njerë, çdo herë, çdo ditë mbi kokë. A fali sabajin? A fali drekën? A fali kindien? A fali akshamin? A fali atësin? E pet nesër, e pet mas nesër, e pet ditën vijim, e pet me javë, me muaj, me vit. O stabir, qëndro, jo vetëm njerë. Qëre? Se namazi është haki më i madh i Allahut. Awwala ma yuhasibu al-abd yawm al-qiyamah an as-salah. Gjë e parë që robi ka më vetë ditën kiametit, ka më kanë namaz. Dhe kina thonë o vëllezër, Allah po na informon, po na paralajmëron para kuve. Arsimtarët, profesorët, kur na bojnë test, nuk na paralajmërojnë çfarë pyetje kanë merr. Ai ka më thonë, lexoj nga ky material që i ka 400 faqe, nga kjo që i ka 1000 pyetje, pe aty e kanë merr 100 pyetje. Ama nuk tregon konkret. Ndërsa neve Allahu po dhe i dërguar po na tregon para kuve, se në varr testi i parë ka lidhje me namazin. Mos thuj se kanë ditë, po të ka tregon, ka më vetë për namazin. Edhe akoma vazhdon neglizhent, s'kujdesesh, a kur të lajmëron ki para kohë për test, edhe s'ti ka thonë pyetjet, mundohesh maksimalisht me lexu këtë librin. Edhe pse pa maki, këtë pyetje nuk do të bijnë. Subhanallahu, kjo nëse tregon diçka se na më shumë e kena fokusin te çështjet e dunjas, jo te ahiretit.